Tani, do të kemi parasysh që historia me zonjën Balluku nisi që në tetor të vitit kaluar dhe që u desh një rrugë gjatë për të ardhur deri në ditën ku ne jemi sot, ku pritet të ketë një votim në kuvend sa i përket kërkesës së SPAK-ut për leje për arrestimin e saj. Do të kemi parasysh që dy ngjarjet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pezullimi nga ushtrimi i funksioneve që mbeti në fakt pas një kalvari të gjatë dhe shkuarje së çështjes deri në gjykatën kushtetuese mbeti në fuqi, në fakt sot nuk ka më asnjë vlerë sepse zonja Balluku nuk është në ato funksione. Nga ana tjetër, SPAK insiston për ta dërguar ato prapa hekurave duke insistuar në dy momente thelbësore. Së pari thonë që zonja në fjalë është duke intimiduar dëshmitar edhe ka dyshime pra në përgjimin mes dy varëseve të saj ka dyshime të forta që ajo mund të ketë përdorur edhe ata që konsiderohen të fortët për të intimiduar. Dhe së dyti përmes varësve të saj duke i kërcënuar me largim nga vendi i punës ata ose familjarët apo edhe duke i joshur momente të caktuara. Tani ku jam unë? Unë mendoj që jam duke u përpjekur ta kuptoj gjën sepse kjo nuk është vetëm një çështje penale, një çështje thjesht penale juridike, është një çështje edhe politike. Madje është sot më shumë se sa politike. Dhe pse e them këtë që është më shumë se sa politike? Sepse keni SPAK nga njëra anë, keni Belinda Balluku në mes dhe keni gjithë mazhorancën socialiste me në krye Edi Ramën, i cili ka bërë si asnjëherë më parë një betejë frontale me prokurorët, me gjyqtarët, me vurin lëvizje personalisht me firmën e tij gjykatën kushtetuese për çështjen e pezullimit. Po vonon në mënyrë të paprecedent çështjen e votimit të kërkesës së SPAK-ut për leje për të arrestuar zonjën Balluku sa më shumë të mundet. Dhe si e shikoj unë këtë dhe pse shikoj politike? Sepse nuk shikoj një betejë të Belinda Ballukut. Ndoshta Belinda Balluku është tërësisht e pafajshme dhe unë nuk jam askush për ta paragjykuar sepse e prezumoj të pafajshme deri ditën që gjykata do ta provojë të kundërtën. Pra do thotë që është fajtore me vendim formës prerë. Dhe nuk shikoj një betejë të bazuar në prova dhe në fakte, pra një betejë reale, juridike, penale, gjyqësore, të zonjës dhe thotë, ky fakti që pretendon prokurori nuk qëndron. Në fakt shikoj një luftë politike me SPAK dhe Edi Ramës. Dhe Edi Rama, me sa kam kuptuar, nuk po mbron Belinda Ballukun. Në fakt po përpiqet të mbrojë veten e vet ose të marrë një garanci. Pra po bën gjithçka për të marrë një garanci që të nesërmen të mos jetë i prekshëm nga SPAK-u. Klodi, ata që e ndjekin këtë çështje, po mendoj jo njerëz si ty që shohin veprimin praktik konkret të gjës, por ata që merren edhe me përkthimin e elementeve të folurës, të gjestave, deri të komunikimit thonë që nga pikpamja e alegorisë, kryeministri Rama është duke negociuar me veprimet që bën, është duke negociuar me SPAK-un se në ç'më mënyrë do të ndodh një komunikim i ardhshëm sado larg midis ti dhe pushtetit të tij me agjencitë ligjzbatuese. Si e Nuk e shikoj këtë si një negocim. E kam parë në fakt ditët e fundit të artikuluar. Unë e shikoj si zoti Rama vendosje territoreve? Po, është duke shtruar rrugën, mendoj unë, ose është duke vënë disa kufi. Se çfarë do thotë të vësh kufin? Do thotë që të shkosh në gjykatë kushtetuese dhe të përpiqesh me çdo kusht duke sulmuar gjyqtarët në mënyrë të paprecedent që të marrësh një vendim që të leverdis dhe të mbash gjyqtarët larg nga kabineti qeveritar. Pra të heqësh të drejtën me gjykatë, me vendim gjyqësor, sepse ju e dini vendimi i gjykatës kushtetuese ka fuqinë e ligjit për të mos spezulluar ministra të tjerë apo ndoshta edhe vetë atë në të ardhmen. E para. E dyta, është duke bërë ndryshime ligjore. Është duke bërë çmos të paktën deri tani, sepse un kam një qendrim në fakt disi ndryshe për të mos dhënë imunitetin e zonjës Balluku. Pra janë të gjitha këto duke shtruar një terren që të nesërmen t'i lërë në pamundësi prokurorët ose gjykatësit për ta prekur atë. Se unë nuk besoj në një negociat, në një bisedë apo në një kanal komunikimi të nëndheshëm mes palëve. Shiko, kur thonë të paktën në këtë moment. Ata që e ndjekin këtë punë me pasion, nuk thonë që aty ka vërtet një teatr të tipit për shembull që shiko se unë do vit, do të them, ti më thuaj, unë të them. Ajo ka që shkuptuar, po nëse unë të bëj ty një gjest, them që Klodi, ti këtë temë ta prekësh, po këtë temë nuk do ta prekësh, në një kuptim është një lloj negocimi. Të mund të vendos disa pamundësira, të kryej disa lehtësira, një shtrim terreni. Këtu ndahemi pak në termin e përdorur. Unë mendoj që zoti Rama po përpiqet të blindojë veten në të gjitha mënyrat. Më fal, ta blindoj veten si kryeministër apo dhe si jo kryeministër?